Qendra Spitalore Rajonale e Tiranës Shefqet Nroqi ka marrë zyrtarisht kartën e autonomisë menaxheriale, duke e çuar në 12 numrin e spitaleve në vend që e kanë fituar këtë status që prej hyrjes në fuqi të ligjit në vitin 2022. Ministreja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Evi Sala, e cilësoi këtë moment si një hap të rëndësishëm në konsolidimin e reformës së autonomisë spitalore, e cila I hap rrugë autonomisë financiare të institucioneve shëndetësore publike. Autonomia menaxheriale shumë e rëndësishme, është pjesë e reformës spitalore që ne kemi filluar, është një nga prioritetet e mia në mënyrë që të ofrojmë një shërbim cilësor të menaxhuar shumë mirë për gjithë pacientët. Është hapi I parë drejt autonomisë financiare. Marrja e autonomisë ka disa risi që janë thelbësore, sepse ju krijon mundësi që të rriten kapacitetet të burimit njerëzore, të rritet cilësia, po dhe shumëllëshmëria e shërbimit që jepen qytetarëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se në fund pacientin kemi në qendër. Përmes kartës së autonomisë menaxheriale, spitali fiton pavarësi administrative, organizative dhe kontraktuese, duke mundësuar lidhjen e kontratave të reja, zhvillimin e bashkëpunimeve me qendrat universitare brenda dhe jashtë vendit, si edhe rritjen e efikasitetit në përdorimin e burimeve. Ky zhvillim pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e aksesit të qytetarëve në shërbimet shëndetësore, zgjerimin e paketave të trajtimit, përmirësimin e performancës financiare dhe forcimin e cilësisë së kujdesit spitalor. Karta e autonomisë menaxheriale u pilotua për herë të parë në Spitalin Memorial të Fierit në vitin 2022. Pas këti këtë status e morën Qendra Spitalore Universitare Nën Teresa, spitalet universitare obstetrike, ginekologjike, Mbretëresha Gjeraldin dhe Koço Glozheni, si edhe spitalet rajonale në Elbasan, Korçë, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Gjirokastër dhe Durrës.